Nga sot, pezullohet marrëveshja e lëvizjes së lirë në kufirin në Kosovë-Shqipëri. Nga data 1 tetor deri në fillim të nëntorit, marrëveshja e lëvizjes së lirë mes pikave kufitare të Vërmicës dhe Morinës do të pushojë së funksionuari. Në këtë periudhë, pikat kufitare të Kosovës dhe Shqipërisë do të kryejnë përpunimin e të dhënave të udhëtarëve dhe drejtuesve të automjeteve përmes një procedure të përshpejtuar me qëllim që të shmangen radhët dhe pritjet e gjata për shkak të fluksit të lartë të lëvizjeve. Megjithatë, gjatë fundjavave dhe festave zyrtare, qytetarët që udhëtojnë me automjete me targa të Shqipërisë dhe Kosovës do të vazhdojnë të kalojnë pa kontrolle kufitare. Marrëveshja e lëvizjes së lirë mes dy shteteve, e cila u nënshkrua për të lehtësuar qarkullimin dhe shmangjen e trafikut të rënduar, ka dhënë rezultate të dukshme gjatë sezonit veror, ku numri i udhëtimeve arrin kulmin. Periudat e kalimit pa kontrolle ose me kontrolle të reduktuara janë nga 1 maj deri më 30 shtator. Pra, në total, 9 muaj gjatë vitit, qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës përfitojnë nga një regjim i lehtësuar lëvizjeje në kufi, ndërkohë që 3 muaj janë me kontrolle. Familja mbretërore e Serbisë ka festuar fundjavën e kaluar një nga ngjarjet më të rëndësishme të saj. Princi Aleksandër, nipi 43 vjeçari mbreti të fundit të vendit, kurorëzoi dashurinë me stomatologen, doktoresh Vesna Jelić, në një ceremoni madhështore të zhvilluar në Vilar Marik de la Contessa, pranë Sevillas. Lajmi u konfirmua nga pallati mbretëror, i cili shpalli edhe titullin e ri të nuses së lartë madhërisë. Princesha Doktor Vesna e Serbisë. Në ceremoni morën pjesë figura të rëndësishme të familjeve mbretërore, mes tyre princi i Kuroros, Aleksandri Jugosllavisë dhe princesha Maria da Gloria e Orleans Braganza. Ky qytet në Spanjë nuk u zgjodhi rastësisht, pasi ka një domethënie të veçantë për princin Aleksandër. Aty janë martuar prindërit e tij dhe aty janë pagëzuar ai dhe vëllai binjak Filip. Çifti zhvilloi 2 ceremoni më 6 shtator. U martua në pallatin mbretëror të Beogradit, ndërsa ceremonia fetare në Spanjë mblodhi familjen dhe miqtë më të afërt. Për këtë rast, nusja veshji një fustan të gjatë të bardhë me një qëndisje delikate të kombinuara me një set vëthësh diamanti, të mbajtur më parë nga gjysmë-motra e burrit të saj në një dasëm tjetër mbretërore. Në Spanjë, doktoresh Vesna zgjodhi një fustan më të thjeshtë e elegant, me mangë të gjëra dhe detaje të rafinuara. Aleksandri, i cili është edhe kushëriri i mbretit Charles të Britanisë, i shoqëroi martesën me një mesazh emocional në rrjetet sociale, duke u shprehur i lumtur për hyrjen e një antareje të re në shtëpinë mbretërore Karaxhoxhević. Martesa është kapitulli ku ne bëhemi më i rëndësishëm se unë, shkroi ai, duke uruar çiftit dashuri dhe mirëkuptim. Ceremonia e plot në Serbi do të organizohet në një moment tjetër, pasi familja ka vendosur të shmangë festimet e mëdha për shkak të situatës së ndërlikuar që po kalon vendi me protesta.